Të dashur miq, ja ku takohemi së bashku si çdo fundjavë dhe sonte për të realizuar emisionin Kolazhi Javor, ku në vazhdim do të sjellim përmbledhje nga të gjitha emisionet dhe tematikat të ndryshme që kemi realizuar gjatë kësaj jave. Pas Ramazanit, reflektimi është një mundësi e çmuar për të kuptuar se sa jemi afruar me Zotin, çfarë kemi mësuar për veten dhe si mund të vazhdojmë rrugën e përmirësimit shpirtëror gjatë gjithë vitit. Për këtë temë foli Hoxha Enis Rama në emisionin e Drejt për Drejt. Ky është i dërguari im. Në anën tjetër, argëtimi i lejuar është ai që sjell gëzim, pa larguar njeriu nga vlerat dhe përgjegjësia. E për këtë temë ka folur Hoxh Osman Bekteshi në emisionin Shqetësime Rinore. Allahu te barek o taala në ajetin e agjerimit, pikërisht kur flet se Ramazani është muaji që ka zbrit Kur'ani dhe Ramazani është muaji që është obliguar të agjerimi, Allahu Jalla wala thot litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, që ta madhroni Allahun për udhëzimin që u ka dhënë dhe që të jeni falendërues. Të ndëruar, këto dy janë reagime shumë të rëndësishme që duhet tashmë të shfaqen jetën tonë përditshme. Ka kaluar Ramazani por ka mbet një kërkesë në kuadër të ajeteve të agjerimit që duhet tash fuqishëm të shprehet në jetën tonë të përditshme. Litukabirullah, që Allahun ta madhroni. Në çfarë kuptimi Allahun ta madhroni? Tekbir është të thuash Allahu Akbar. Allah është më i madhi. Allah është më i madhi. Gjatë Ramazanit e ke dëshmuar me agjerimin tënd, me përkushtimin tënd se Allah është më i madh se ushqimi. Allahu për ty është më i rëndësishëm se pija. Prandaj duhesh që të vazhdosh me falërimin ndaj Allahut të mënduar pas përrimit të Ramazanit për mundësinë që Allahu të dha të agjërosh Ramazanin. Ta kalosh Ramazanin në frymën e asaj që ka kërkuar Allahu dhe na ka mësuar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E të nderuar shikues, kur bie fjala për falënderimin dhe vlerësimin e kësaj mundësie që Allahu na dha, atëherë ky falërim nuk është vetëm fjalë goje që them elhamdulillah, por në jetësim të këtij falënderimi mobilizohet tërqenia jonë e brendshme dhe e jashtme. Do më duhet jemi me tërë qenjen tonë të fokusuar në këtë falënderim. Në çfarë kuptimi? Fillimisht, Allahun duhet me e falëndëruar zemra jonë. Burimi i këtij falënderimi është zemra, ku atje është dashuria, ku atje është madhërimi, ku atje është shpresa në Allahun xhallahu ala, ku atje është mendim mirë për Allahun xhallahu ala. E nga aty, nga ajo thellësi e shpirtit tonë, e zemrës tonë të buron, alhamdulillah. Kush nga ju e pret këtë muaj, është i shëndosh në vend banim ti, i gatshëm për ma agjeru, kush e arrit muajin, muaj di sot të ka, felje sumhu, le të agjeru, do mos të hanë gjatë i muaj, mos të hanë. Me njëre mas ajetëve të agjerimit, me njëre, Allah prapot, la te e kulu, mos hani, por tash s'podat mos hanin këtë muaj, nuk po përcakton afat skadence të kësaj kërkese për braktisje të ushqimit. Jo, tash është e hapur. Kur mos të hani? Çka kur mos hani? Kur mos të hani hakun e huaj. Kur agjerimi ka përfundu, kërkesa për mos me hongër, një muaj ditë ka qenë. Në rregull. Tash e kam një kërkesë, Allahu po thotë, që të vazhdoni mos me hongër. Por kësaj radhe pa afat skadence. Sa ti një gjallë, kur mos hani hakun e huaj. Është një keqkuptim shumë i madh tek disa njerëz, madje tek disa fetar, se serioziteti në jetë duhet na mbulojë edhe anën argëtuese. Prandaj vrem se disa prej tyre jetojnë një jetë të izoluar, larg zbavitjeve, larg argëtimit, madje edhe larg buzëqeshjes, larg humorit. Gjë që nuk ka ndodhur as me pejgamberin e Allahut, që ka qenë më i devotshëm në historitë e njerëzimit, por nuk ka ndodhur as me pasuesit e tij. Prandaj është e udhës që të përmendim disa prej asaj se çfarë kërkohet nga ana jonë për ta përmbushur këtë aspekt jetësor, për ta pasuruar këtë segment jetësor dhe për ta ndërtuar karakterin tonë ashtu siç
ne kemi nevojë dhe ashtu siç Allahu kërkon për nesh. Pra, që të jesh serioz nuk do të thotë që ti duhet të jesh i vrasht, përkundrazi, duhet të jesh i buzëqeshur. Pra, parimisht në Islam është buzëqeshja. Muslimani duhet të jetë i shoqërueshëm. Ai duhet ta ruajë gjuhën e vet, ai duhet të jetë i kujdesshëm në fjalë dhe në vepra, por duhet të jetë i dashur, duhet të jetë komunikativ, duhet të jetë i buzëqeshur, duhet të jetë i afrueshëm. Nga se kështu ka qenë pejgamberi Allahut. Ai ka qenë modeli më i mirë i zbatimit të urdhrit të Zotit, wa qulu lin-nasi husna. Njerëzve flisni fjalë të mira. Pra, është shumë e rëndësishme që në takimin e parë, sidomos kur takohesh me dikë, kur njoftohesh me dikë, që ta presësh me buzëqeshje, me dashuri, me ngrohtësi, me mikpritje, jo me fytyrë të vrenjtur, me vrasësi, me fjalë të rënda. Shpesh ndodh që dikujt t'i japim selam ndërkaq që ata përtojnë edhe të na kthejnë selamin. Ka për atyre që dhe bën se nuk e kanë dëgjuar. E ka të tillë që nuk i japin rëndësi fare dhe kthimit të selamit me buzëqeshje, me dashuri. Është adhurim ndaj Allahut Madhërisëm. Ata të cilët zbaviten, argëtohen, por dhe bëjnë humor, duke dëmtuar njerëz, duke keqësuar gjendjet njerëzve, duke ofenduar, duke dëmtuar pasuri të tjerëve. Është e papranuar dhe është e refuzuar. Nga se dëmtimi në çfarë do rrethane, me çfarë do arsyetimi, është i ndaluar rreptësisht nga ana e Allahut Madhërisëm dhe rrjedhimisht edhe nga ana e pejgamberit Zotit alayhi salam. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm kur i ndërmarrim pra organizimet tona për zbavitje, për argëtime edhe për të bërë humore të caktuara mes njëri tjetrit. Çdo herë do ta kemi parasysh se është Allahu ai i cili na vëzhgon, është Allahu i cili na sheh dhe na dëgjon. Dhe është po i njëjti tek i cili do t'japim llogari. Prandaj argëtimet tona nuk duhet të jenë të natyrës që përçojnë negativitet tek të tjerët. Rrethi i mirë është ilaç për zemrën, sepse përmes tij forcohet besimi, shtohet dija dhe rritet dashuria për Zotin. Për këtë temë foli Hoxh Mirësi Maliqi në emisionin Në kërkim të shërimit, kurse Kurani na mëson se pasuria dhe mjetet materiale janë vetëm mjete, jo qëllime, dhe se etika e tij kërkon një zemër të pastër që nuk robrohet nga dynjaja, por e përdor atë me përgjegjësi. E këtë temë e solli Hoxh Enes Goga gjatë emisionit Besimi dhe etika në Kur'an. Se sa e vlefshme dhe sa e frytshme është të kesh një rreth të mirë, se sa e domosdoshme dhe shumë themelore është të kesh një shoqëri të mirë, sa jetike është të gjendesh në një rreth të mirë dhe një mjedis të mirë dhe një shoqëri të mirë. Mirë po, në kuadër të ligjëratave tona që jemi në kërkim të shërimit. Saktësisht, ta mendojmë çështjen e rrethit të mirë, shoqërisë së mirë, dhe ta mendojmë çështjen e mjedisit të mirë, po edhe të komunitetit të mirë në cilin ne gjendemi, po edhe të rrethit në cilin jemi familiarizuar, ta mendojmë edhe nga ky këndvështrim. A mund të jetë rrethi ynë një shkak prej shkaqeve për të shëruar, dhe a mund të jetë rrethi ynë një arsye prej arsyeve të këqija të përkeqësimit të gjendjes sonë shëndetësore të zemrës dhe të imanit. Jo Allah sallallahu alaihi wasallam thotë që Allahu çdo profet që e ka dërguar, apo çdo njeri të cilit i ka dhënë një përgjegjësi, të cilit i ka dhënë një post, të cilit i ka dhënë një detyrë, thotë gjithë secilin profet që Allah e ka dërguar, sigurisht që gjithë secilin të cilin e ka ngarkuar me një detyrë, me një përgjegjësi shoqërore e kësaj, thotë Allahu i ka bërë që të ketë dy rrethe përreth tij, dy rrethe njerëzish përreth tij. Rrethi i mirë, i cili rreth e urdhëron për të mirë dhe e nxit për punë të mira. Jo vetëm që e mëson të mirën, po edhe e nxit, ndoshta ti mund ta kesh mësuar më parë, ndoshta mund ta kesh përvesuar, ndoshta nga një kulturë paraprake, mirë po e ke harruar, të ka shkuar në harresë e kësaj, mirë po rrethi i mirë të nxit për punë të mira dhe të urdhëron për punë të mira. Thotë dhe rrethi i keq i cili e nxit për punë të këqija. Në vërtetë, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë i ruajtur është ai të cilën e ka ruajtur Allahu subhanahu wa taala. Është fat i madh që Allahu të ruaj nga një shoqëri e keqe. Është fat i madh që në rrethin tënd të ngushtë të mos hyjnë njerëz të këqij.
Sikundo që është fat i madh që natyrshëm, ndoshta me vëmendje apo pa vëmendjen tënde, të begatohesh me një rreth të mirë i cili urdhëron për të mirë dhe do të thotë të ndalë nga punë të këqija. Saktësisht, për shembull, nëse e kishim analizuar këtë hadith dhe e kishim marrë si shembull sëmundjen e smirës, sëmundjen e hasedit, të xhelozisë, të dashjes së humbjes së të mirave tek të tjerët, tua dëshirosh të tjerëve humbjen e të mirave. Smira, të ndërë vëllezër dhe motra, nëse gjendesh një rreth të keq, vetëm çka sforcohet për arsye se njerëzit të cilët merren fjalabia me thashë theme, apo të cilët merren me përgojime, apo të cilët janë shumë fokusuar për ta parë jetën e tjerëve dhe jo jetën e vet, dhe ndoshta me gjas tek ata shumica të bisedave janë për të tjerët. Dhe ti kur gjendesh në një rreth të tillë, një farforme nëse e ke pasur dikë zili, e ke pasur dikë smir për diçka të cilën Allah e ka begatuar, duke qëndruar me kësi njerëz vetëm shka të sforcohet. Ndërkaq që nëse qëndron me njerëz të mirë, ndoshta do të kishe turp ta përmendje që e ke zili dikë, ose ndoshta do ta kishe për turp ta pranoje që je duke xhelozuar dikë. Saktësisht do të tentoje ta fshehje këtë sëmundje dhe me gjas, pastaj edhe të përpiqeshe për ta kaluar dhe për ta shëruar. Në takimin me Krijuesin suprem në ditën e gjykimit dhe për procesin e ditës së llogarisë ku ne të gjithë në mënyrë individuale do të gjykohemi, do të llogaritemi dhe do të kërkohet prej neve përgjegjësi. Ata të cilët çdo gjë e fillojnë dhe e përfundojnë në jetën e kësaj bote dhe e kuptojnë jetën dhe angazhimin e tyre në këtë botë, vetëm ajo çfarë ka të bëjë me materialen dhe materializmin. Këta njerëz me bindje të tilla, a janë çdo herë të gatshëm të dinë, të edallojnë të mirën nga e keqja, të gabuaren nga ajo e cila është e drejtë, ajo e cila është e dëmshme dhe ajo e cila është e dobishme e kështu me radhë, që në takimin ton të parë, dhe jemi mundu gjatë gjithë takimeve tona, të e theksojmë fuqishëm se njëri në mënyrë serioze fillon që ti edukoj dhe ta ndryshoj mendsinë e tyre edhe rreth kuptimit të jetës në këtë botë, por edhe rreth vazhdimësisë së jetës në botën tjetër. Prandaj, më lejoni të përmendi edhe 2-3 ajete ilustrime praktike se si ata reagonin me mendesinë e tyre përballë ajeteve të cilat tregonin se jeta në botën tjetër vazhdon dhe madje jeta në botën tjetër karakterizohet me përjetësinë dhe amshimin. Po e zëjmë në kaptinën Mu'minun, ajeti 82-83, kështu na thot Allahu dhul Jalal. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Kur vinin ajete të reja dhe atyre ju bëhej me dije se ka vazhdimsi jeta edhe pas jetës në këtë botë, në botën tjetër në ahiret, ata pyetnin, ata idhujtarët e Mekës pyetnin, vallë, pasi të vdesemi, pasi pas kënaqësive të përkohshme të kësaj bote, dhe kjo është mendësia e tyre. Për shembull, Kur'ani tregon në kapitullin Ra'd ajeti 26, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Ata i gëzojnë jetës së kësaj bote, kënaqësive të kësaj bote, ndërsa harojnë në të vërtetë se jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm një kënaqësi e rastit. Një kënaqësi kalimtare. Dhe edhe ne këtë në përditshmëri e vërtetojmë. Sado që një njeri mund të ketë kushte të mira ekonomike, sado që të shkon të defrehet, të kënaqet një ditë apo një javë, në fund ajo kënaqësi e ka një përfundim. E mira në kuptimin islam është çdo veprim që bëhet me sinqeritet, me qëllim të mirë dhe në përputhje me udhëzimin hyjnor. Kjo ishte tema e radhës në emisionin Pyetjet në Kur'an
me Enklid Pelarin dhe Hoxhën Ahmed Kalaja. Kurse për ekspozitën Ikonat e opiumit, që u mbajt në Tiranë nga Besnik Sinani, u fol këtë javë në emisionin Këndvështrim me Ilira Demin. Zoti ne vetëm mirë na ka bërë, pra me kuptimin, na solli në këtë botë dhe këtë botë të bërit përshtatshme për të jetuar ne, na dha shpirtin, na krijoi, na ka sjell një jetë, na ka bërë Zoti aq shumë të mira. Tani pyetja është, ne si njerëz, ne si krijesa përballë kësaj bamirësie pafund Zotit, si do të pozicionohemi? A do të jemi ne ndaj Zotit mirënjohës dhe do të kthejmë Zotit mirën më të mirë, megjithse e mira jonë nuk arrin tek Zoti. Pra me kuptimin, nuk është se bëjmë nder Zotit, nuk është se ne me të mirën tonë fitoj Zoti diçka. Po faktikisht është një mirë që do të na kthehet prapë neve. Pra gjithmonë njeriu është në favor dhe gjithmonë njeriu është në fitim. Pra ne përballë të mirave të Zotit, çfarë nuk kupton? Apo ja kthejmë Zotit me të mirë, apo jemi falendërues ndaj Zotit për këto të mira që na ka dhënë Zoti, apo i përdorim këto të mira për të mirë, apo po i përdorim këto të mira për të keq. Ihsan nga ana e Zotit do thotë mirat dhe begatit që ai neve na jep. Ihsan nga ana e njeriut është ajo që ne tham, minimalja dhe maksimalja është që ti kur adhuron Zotin të adhurosh atë sikur e sheh. Këtu ke arrit normën më të lartë të falënderimit ndaj Zotit, falënderimit ndaj krijuesit. Mos harrojmë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Shpërblimi i të mirës nuk mund të jetë vetëm se e mira. Gjëja më e mirë që neve Zoti na ka dhënë në këtë botë është Islami. Shpërblimi ndaj kësaj të mirë që neve na ka dhënë Zoti, duhet të jetë mirësi gjithashtu. Pra ne duhet të jemi falëndërues ndaj Zotit për këtë mirësi, duhet i lutemi Zotit që të japi forcë dhe fuqi dhe energji për t'ia dhënë hakun kësaj mirësie dhe duhet i lutemi Zotit na bëj të qëndrueshëm në këtë mirësi derisa të dorëzojmë shpirtin të madh të Zot. Le ta kthejmë nga krahu tjetër tani. Shpërblimi i të mirës nuk mund të jetë vetëm sa e mira. Domethënë, në momentin që njeriu bën mirë, Zoti atij do t'ia kthejë me të mirë. Nëse njerëzit nuk falënderojnë, ne nuk duhet ta marrim konsiderat. E dyta, nëse neve na bëjnë mirë, neve patjetër duhet të jemi falëndërues ndaj njerëzve. Kjo ka edhe një dobi tjetër faktikisht. Pra, përveç faktit që e kthejmë të mirën me të mirë, po kur s'kemi mundësi bëjmë dua për të, po ka edhe një gjë shumë interesante që është fakti që çdo njeri që bën një të mirë ndaj teje ka marr peng. Më thojza, por flasim për njerëzit që kanë virtyte, flasim për njerëz, nuk po flasim për njerëzit që akoma nuk kanë fund në klasën e njerëzve. Flasim për njerëz të mirë. Çdo njeri që ta bën një të mirë do të thotë se domethënë desha apo s'deshe i ke një detyrim, i ke një borxh. E që njeriu mos ketë varësi te krijesat, çfarë thotë Islami? Të bëri mirë, kthehet mirë. S'ke mundësi, thuaj Allahu ta shpërblet me të mirë. Mos rri borxh tek askush. Qëllimi jon ka qenë që ky koleksion të bëhet pjesë e një muzeumi të trashëgimisë islame dhe jemi akoma në përpjekje, jemi duke biseduar edhe me Muftinin e Tiranës tani me hapjen e xhamisë Namazgjas, duke parë mundësinë që ndoshta tek ato objekte, tek ato hapësira ne mund të kemi këtë muze të arshëm. Por këto objekte që kanë mbijetuar komunizmit, fakti që ne flasim për mbijetesë, fakti që ne flasim për një histori dhune, atëherë sjellin nevojën për të pasur një lloj vëmendje edhe se pse janë këto të mbijetuara, se çfarë ka ndodhur, se kush është historia dhe konteksti historik i këtyre objekteve devocionale. Dhe pjesë e kësaj sigurisht është lufta ideologjike kundër fesë. Lufta kundër fesë nuk është asnjëherë vetëm lufta kundër një objekti, por është edhe ose një fenomeni ose dhe një traditë siç është tradita fetare, por është edhe përpjekje për të ngritur një narrativ, për të ngritur një sistem të ri vlerash, për të ngritur një lloj pretendimi mbi të vërtetat e jetës. Kështu që komunizmi në fakt duhet menduar si një fe e mohimit të Zotit. Pra nuk është vetëm akti shkatrues, por është edhe përpjekja ndërtuese për të ngritur një narrativ të re, një koncept të ri për të vërtetën. Pra, nëse ne shohim njerëzit shpesh flasin për komunizmin në terma ekonomik.
Pra është në latë të shpërndarja varfër, në latë mbrapa, në latë pazhvilluar. Por edhe vetë në termat marksist, pra është rishpërndarja e burimeve ekonomike. Në fakt, nëse shikon këtu në faqet e gazetave, është edhe përpjekja për të diktuar mënyrën se si vishesh, mënyrën se si mendon, mënyrën se si han. Pse ka një lloj këmbgulje që njerëzit fillojnë të hanë miqderri. Propaganda ka për qëllim zakonisht që t'jetë e drejt për drejt, t'jetë shokuese, t'jetë prandaj disa nga imazhet e shohim janë gati naive, por sepse kjo është natyra e propagandës. Dhe kjo duket edhe në tekst. Por tani sigurisht që tekstet që vinë për shembull nga revista si Hosteni, që konsideroheshin ishin humoristike, edhe teksti tyre, si thuash, ka për qëllim që t'jetë shpotitës, të ketë një nivel humori, humor e komunizmit nuk ka qenë asnjëherë fort i arrir, po kjo sigurisht reflektohet. Tani ka tekste të tjera për shembull që janë nga botime që supozoheshin që dërgoheshin në zona të thella dhe që lexoheshin në kolektiv. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin Kolazhi Javor, sjellim përmbledhje të tjera. Pendimi e pastron shpirtin, ndërsa kujdesi ndaj mëkatit është mburoja që ruan njeriu në rrugën drejt Zotit. Kjo ishte tema që trajtua me Hoxhën Fitim Gërguri në emisionin e radhës, kështu ishin të parët tanë. Derisa me Hoxhën Ekrem Avdiu në emisionin e Thëna e pa thënë, kemi folur për paragjykimet. Shumë njerëz, për shembull, thotë unë s'po bëj keq, ndërsa nuk e sheh keq nëse nuk falet. Mos praktikimi i obligimit është e keqe e madhe, dhe është më e madhe e keqe se sa me bën ndonjë mëkat. Për shembull, lënia e namazit, nuk kena në Islam gjëna më të madhe që dikush më ne bën se sa me u rebelu Allahut azza wa jalla. Ndaj gjithë ata që thonë e kam zemrën e mirë, mjaftohen me fjalë, pa vepra, në gjonë sigur se një njeri që pretendon, po nuk më në vërtetan. Mbetet vetëm pretendim. Po mbetet pretendim, po jo realitet. Pendimi është sistem jete. Nuk ka të bëj vetëm me mëkat. Është aktiviteti i vazhdueshëm që s'ka të bëj vetëm me mëkat. Ka të bëj edhe me kryerjen e obligimeve. Për shembull, mas çdo namazi çka jemi detyruar me thonë, astaghfirullah, 3 herë më pendu te Allahu me kërku falje. Pse këna bëjt gjuna gjatë namazit? Asësi, nuk është çështje gjunahën, po është çështje se ka mundësi në ikën disa përjetime, namaz, disa koncentrime, dhe kërkojnë Allahut falje që nuk ishëm ashtu qysh ti kërkon maksimum për me qenë. Ndaj, kjo është çështja e pendimit. Çdo njeri që pendimin e lidh direkt me gjuna, është gabim. Pendimi është sistem i jetë. Qasje e kufizuar. Është e kufizuar, është shumë e mangët që nuk e jep pamjen që Zoti dëshiron. Se ne jemi detyruar me i kuptu gjërat sipas qëllimeve që Zoti don. Dhe jo sipas dëshirave tona. Sahabët ishin gjenerat që njerëzit mund të them kishin arrit gradën e të jetunit sikur se Allahun po e shohin. Ose mas pakti sikur se Allahu po isha. Pra me ihsan. Kishin jetu gjithë me ihsan. Dhe kjo është që i dallon prej gjeneratave tjera. Zatën kur flasin dietarët e mëvonshëm për sahabët si gjenerat, dhe pastaj për dietarët e tjerë në gjeneratat e tjera, e thonë që shumë herë i gjejmë ata që erdhën pas tyre më shumë në adhurim se sa sahabët, në sasinë e adhurimit. Po asesinë cilësinë e tyre. Për shkak se ata ndoshta nuk i falnin 100 rekate në ditë, po i falnin 20-30 rekate, ato i bënin sikur se Allahun përshohin. Dhe sa ata që erdhen më vonë, kjo filloi të dobësohej. Dhe shtuan sasinë. Edhe u shtu sasia. Dhe jo do e mos sasia sjell cilësi. Ka shumë raste kur cilësia është sasi. Zoti thot, shmangjuni shumicës së paragjykimeve se disa prej tyre janë mëkat. Ka pasojë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, iyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Ruajuni prej paragjykimeve për arsye se paragjykimet janë gënjeshtra më e madhe.
ose fjala më e pavërtet. Mund themi janë edhe shpifje? A kanë lidhje shpifja me paragjykimin? Padyshim që ka. Padyshim që ka, menoj se piktakimi i shumë mëkateve është të gënjeshtra. Shpifja, dëshmia e rreme, e kështu me radhë, krejt ato janë, do më thonë, piktakim ose emrues të përbashkët e kanë gënjeshtrat. Thonjen e asaj që nuk ashtë. E pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ruajeni prej paragjykimit, ndërsa në hadith është si paragjykimi si mendim, e pastaj e quan fjalën më të pavërtetë që mund thuhet. Ndërsa bëhet fjalë ruajeni prej këtij mendimi, se ajo është fjala më e pavërtetë që mund thuhet. Pikërisht për shkak të lidhjes shkak pasojë. Do më thonë ti mendon kështu, nuk ke zemër, nuk ke hapësirë të mjaftueshme në zemrën tënde për të arsyetuar dhe justifiku tjetrit, si rrjedhoj do të marrësh një qëndrim. Ai qëndrim mund të shndrohet edhe në gjykim, edhe pastaj çka e pengon gjuhën të flas, edhe të thuhet filani kështu, filani ashtu, edhe flet njeriu edhe gjëra shumë të pavërteta. Kur i themi dikujt ke hyrë gjuna ose mos e gjuna ose kështu me radhë, thjesht është një lloj mekanizmi për me i parandalu gjonat e këqija. Mi u thonë njerëzve mos se puna e gjunahet si kur të kuptohej drejt edhe mirë fili. Konsideroj se do të luante një rol më efikas edhe më të fuqishëm se sa ligjet ose rregullat parandaluese, friksuese, kërcënuese e të ngjashme. Për shembull, edhe në këtë jetë dikujt mund t'i thuhet mos se për këtë punë shkon në burg. Tash dikush thot, po mirë nëse shkojmë në burg, sa mund të gjykohem për këtë vepër? Për këtë vepër mund të gjykohesh 2 vite. Mund t'i duket pak. Po hajtë s'ka gale për 2 vite. Me i thonë 20 vite, është ma ashtot. Me i thonë dikujt, mos e gjuna. E tash të gjunahin nuk ka, kanë thonë djetarët e gjeneratave të hershme, po e kanë përcjell këte edhe pleqët tanë. Thonë nuk ka gjunah të vogël nëse përsëritet, dhe nuk ka gjunah të madh nëse njeriu pendohet prej tij. Për një mend nga njëherë në bisedat më të pafajshme, më të pangarkesa, a i ki pa qysh evoluojnë bisedat në diçka që qysh sa mirë e nesëm një debat, e që ku përfundum, sa të armiqësum, sa të hasmërum, e kështu me radhë. Pse? Janë pastaj ato ndikimet negative të djallit mallkuar që ne nuk e dim qysh ndodhin, po besojmë fuqishëm se ndodhin. Kësaj duhet kultivojmë zemërgjërsi, por edhe për zemërsia, sinqeritet mjaftueshëm, që ti debatojmë edhe ti flasim gjanat, edhe funit mos na ngelet hatri. Edhe nëse më thua ti, unë kam mendu për ty kështu, edhe po më vje keq që pas kam pas këtë mendim, tash unë me shku edhe me thonë, qërë ma që ka pas ka mendu ke për mu. Me kalu paragjykimin në anën tjetër. Me një kundër paragjykim. Po me thonë, elhamdulillah që shqyqyr Zotit që s'është dali sakta i paragjykimi, edhe jemi në rregull. Ngjarjet e fundit të dhunës, ndonse të kufizuara, kanë gjallur shqetësim në opinionin publik. Si duhet i kuptojmë këto dukuri nga këndvështrimi sociologjik, kemi folur në emisionin Këndi i diskutimit me sociologun Jahir Sumiqi. Kurse kur leadershipi kërkon të justifikoj gabimet përmes fjalëve e jo përmes veprave, krijohet një hendek mes masës dhe besimit, i cili nuk mbushet pa sinqeritet dhe përgjegjësi të vërtetë. Këtë temë solli Hoxh Muhammed Dermaku në emisionin Popujt e Kuranit. Neve kemi jetuar para luftës në një shoqëri tradicionale. Në një shoqëri ku gjakmarrja ka qenë... Ku gjakmarrja ka qenë prezente dhe ka qenë fatkeqësisht evidente, siç edhe po thoni ju. Pra, nuk kemi arritur ende ta krijojmë besimin në institucionet tona që fatmirësisht janë shumë të mira dhe fatmirësisht e kryejnë punën me nder dhe shumë privilegj. Pra, neve kemi mbetur ende në një vakum, intelektual. Për shkak se s'kemi arrit me e bë hapin e nevojshëm. Pra, ku qëndron problemi? Mungesa e ngritjes së vetdijes së qytetarit se duhet bashkëpunoj me institucione.
Po, në ne është mungesa e vetdijes qytetare, vetdijes kolektive, edhe dy mungon, domethënë, edhe funksionimi normal, domethënë funksionimi i mirëfillt i ligjeve. Po sigurisht, siç e them edhe më herët, faktor shumë i rëndësishëm, njëkohësisht edhe shumë i rrezikshëm është teknologjia ose globalizmi dhe rrjetet sociale. Sipas statistikave që i kam konsultuar, domethënë fëmijët e shkollave fillore e kalojnë mesatarisht 5 deri në 7 orë në telefon, në rrjete sociale. Kurse në rrjetet sociale aja që shërbehet e shohim edhe ne. Pra e gjithë koha, e gjithë potenciali që duhet kalojnë në mësim, po kalon në humbje të kohës. Pikërisht. Pra një gjenerat e cila rritet duke e llogarit lakurisinë ose zhveshjen si vlerë, duke e llogarit pirjen e alkoolit si vlerë, si si mod, duke e llogaritur pirjen e duhanit si mod, duke e llogaritur shkujdesin ndaj prindërve, edhe mosdëgjimin e prindërve si vlerë, duke e llogaritur tradhtinë bashkëshortore si vlerë, duke e llogaritur tradhtinë shokëve, siç e cekëm rastin e mëhershëm të vajzës e cila ishte veç 11 vjeçare. Vlerë, si mund të jetë një potencial i arshëm për t'i kontribuar këtij vendi. Unë personalisht e bëj thirrje secilit individ veç e veç, i cili është pjesë e kësaj shoqërie, i cili ka kapacitete dhe mundësi që ta parandaloj një dukuri negative, një dukuri e cila e çon popullin e Kosovës drejt humnerës, ta jap kontributin e tij duke mos sportuar me fuqinë maksimale intelektuale, me kapacitetet e tij maksimale dhe duke i qëndruar besnik kësaj shoqërie. Vetëm kështu i qëndrojmë besnik kësaj shoqërie, vetëm kështu i qëndrojmë besnik këtij shteti. Dhe ofrojmë një mjedis të shëndetshëm. Dhe ofrojmë një mjedis të shëndetshëm dhe e çojmë në vend emanetin atyre që na sollën ku jemi sot. Unë sot kur i dëgjojmë ambicjet e njerëzve në pushtet të nderuar, teleshikues, është interesante, pra gjithmonë të kuptosh se një ministër kërkon të bëhet kryeministër, një kryeministër kërkon të bëhet president. Me fjalë tjera, dëshirojnë që t'i prekun majet e pushtetit me kalimin e kohës. Pse kështu mendojnë ata? Sepse rikthimin mbrapa nga pozita më e lartë në pozitë më të ulët nuk mund ta paramendojnë. Shumë vështirë do të ishte një kryeministër të pranojë dhe të bëhej ministër. E mos flasim pra të ishte një punëtor në atë ministri që ai ka udhëheqë dje dhe ka qenë personi kryesor në atë dikaster të zëmë. Me fjalë tjera, do të ishte për Musajn a.s. një thirrje faraonit i thuhet, eja ti beso në Allahun një, se ai është i vetëm që meriton të adhurohet, ne të gjithë duhet i nështrojmë atij, sepse edhe njerëzit para nesh janë nështruar atij, edhe gjithësia i nështrohet atij, edhe kozmosi i nështrohet atij, dhe duhet që ta lëshojmë këtë rrugë që e keti tashmë të gabuar dhe t'i nështrosh Allahu xhalla xhelaluhu. A do të ishte kjo e pranueshme për faraonin? As se si jo, nuk do të ishte e pranueshme, sepse tash edhe një herë, nuk është në pyetje ndrrimi i ideologjisë vetëm, por është në pyetje prekja e pushtetit, që ishte më rënda. Kur çështja filloi të diskutohej në masat e gjera të njerëzve, për faraonin në një mënyrë ose tjetër, duke se pushteti i tij do të mbaronte për arsye se njerëzit edhe ishin të ngarkuar shumë, ose të lodhur shumë për i despotizmit ti, por edhe kishte një defekt tjetër kjo çështje. Çfarë defekti ishte? Kjo çështje do të kishte një problematik shumë serioze se mund të përmbysej pushteti i tij, pra nuk ishte çështje vetëm të përlaheshin argumentit, po është çështje se nëse Musaj fiton, atëherë duhet të lëshoj rrugë ose duhet të tregoj se unë nuk kam qenë zoti më i madh i juaj, pra unë kam qenë një mashtrues. Njerëzit këtë për mos ta bërë, janë gjendje të bërë më të çuditshme dhe vetëm që ta mbajnë në veten si njerëz besnik. Musaj a.s. nuk e kishte problem vetëm despotinë ose vetëm zullumin e faraonit, po e kishte problem se ai po i pengon njerëzit dhe ai vetë nuk beson në botën e përtejme, në botën, në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë.
Ndërkaq Faraoni, siç e pam, arsyetimi i tij dhe justifikimi i tij ishte krejtësisht tjetër. Justifikimi i tij kishte të bëjë me një fenomen që dukej pra joshës ty thuhet njerëz se un kam frikë që ky ja ndryshon fen juve. Un kam frikë që ky po ja ndryshon atë që ju jeni ardhur më herët dhe keni gjetë traditat e tjerëve. Sigur sot që disa të njerëz mendojnë pra kur mundohen që ta njollosin një hoxh që bën thirrje në rrugën e Allahut, të thonë pra edhe nëse është nga muslimanët, thonë se ky e ndryshon fen nga të parët tonë, e ndryshon metodën e thirrjes në islam. Ky nuk është bashkë si ata të mëhershmit. Ky nuk e ka bashkë atë islamin tradicional. Madje te ky islami tradicional me pa pra më shumë merak janë bë vetë islamofobët se sa muslimanët e vërtet që me tradite kanë fen në familjet e tyre. Populli i Lutit, i cili kaloi kufijtë e natyrshmërisë dhe e bëri mëkatin të përhapur mes tyre, ishte një shembull i shkatrimit që ndodh kur shoqëria largohet nga morali dhe udhëzimi i kërkuar nga Zoti. Këtë temë solli këtë javë Ilir Ademi dhe Hoxh Ferit Piku, derisa frika për të ardhmen mund të kthehet në mundësi për besim dhe përpjekje të sinqertë, duke ditur që çdo ngjarje është në duar të Allahut dhe se ai i udhëzon ata që kërkojnë mbështetjen prej tij. Ishte kjo tema që e trajtuan këtë javë Sali Berisha dhe Hoxh Bleri Muslia. Luti thash ballafaqohet me një sprovë shumë të madhe, me një popull që nuk janë individ të prishur apo thjesht individ që nuk kanë besim, por gjithë shoqëria, i gjithë populli ka rënë pre e kësaj fatkeqësie morale. Degjërimi dominonte sistemin, pra gjithë sistemi. Bot kuptimi mbi jetën ishte i ndërtuar ata ishin të verbër në këtë shkatrim moral. Madje përveç kësaj, siç përmendin ajetet e tjera kuranore, ata pra ishin jo besimtar, ishin shumë agresiv ndaj njerëzve të tjerë, ishin njerëz që u zinin rrugën karvaneve tregtarëve, ishin të dhunshëm. Dhe siç përmendin ajetet tjera kuranore, pra shkonin patjetër burra me burra dhe gra me gra, dhe këto e bënin haptazi dhe mblidheshin në klube po në vende të caktuara që ato Kurani i quajnë klubi i popullit të Lutit, kur ata këtë paturpsi e bënin në sy të njëri tjetrit. Do të thënë ishte një tejkalimi të gjitha asaj që mund të mbrijë njeriu. Por thash nuk kishte të bënte me një person apo me një grup individësh, po kishte të bënte me gjithë popullin e tij. Kur gjunahu i tyre është bërë masiv dhe është bërë publikisht dhe i kanë tejkaluar kufit, pasi më thënë Zoti edhe individit, po edhe popujve, ju ka lënë një kufi, që njerëzit brenda saj natyrshëm që është natyra njerëzore mund bëjnë gabime, mund bëjnë gjuna. Kur vjen dënimi i Zotit, qoftë për individin apo qoftë për bashkësinë njerëzore, kur ky gjunah bëhet masivisht, bëhet publikisht dhe ata i tejkalojnë të gjitha ato kufi apo po themi ato vijat e kuqin që se mund ta quajë kështu, atëherë vjen dënimi. Dhe populli i Lutit i kishte kaluar të gjithë këto kufi. Një popull që e bënte të keqen paturpsinë masivisht, një popull që e luftonte ndershmërinë, siç do të shikojmë që ata vendosin ta dëbojnë Lutin dhe familjen e tij nga brendia e tyre, sepse këta ishin njerëz që mundoheshin të jetonin me pastërti, me nder, me besim, edhe për ta bënë një problem shumë të madh. Prezenca një familje apo një individi i cili është familjar, është i ndershëm, zbaton atë ligjin e Zotit që burri martohet me gruan dhe ana sjelltas, për ta ishte shumë problem. Dhe prandaj marrin vendimin për ta dëbuar dhe Lutin dhe ishin agresiv ndaj të ndryshmëve, atyre që nuk ishin në zakonin e tyre. Atëherë ka ardhur dënimi i popullit të Lutit, kur ata janë bërë agresiv. Luti a.s. pasi përmendëm disa herë që përjeton një gjendje jashtëzakonisht vështirë, një sprovë shumë të madhe, që thash ndoshta se kishte përjetuar asnjëherë, se tashmë ishin njerëzit, ishin mysafirët, miqt në familjen e tij, ata që rrezikoheshin, prandaj thash ai mundohet të komunikojë, të zgjojë ndërgjegjen e tyre, të bëjë disa pakte, nga paktet që do të kuptuar drejt është që ai fton njerëzit të martohen me vajzat e tij, kthehen në normalitet.
edhe në aspektin që gjithmonë martesat kanë qenë shkak për zbutje dhe konfliktesh. Pra, nëse vajzat që ka thënë Luti a.s. sipas komentatorëve janë vajzat e popullit, pa martoni burra me gra, pra djem me vajza, apo janë vajzat e tij, do të thënë tamam vajzat e tij, në rastin e dytë duhet kuptuar kjo ofertë që ai bën popullit të tij apo disa prej parive e bën pikërisht për të zbutur këtë lloj konflikte dhe për të gjetur një rrugë zgjidhje edhe për këtë problem kaq të madh, sepse ati po i cënoi nderi i njerëzve që kishin hyrë në shtëpinë e tij dhe ai e njihte popullin. Pra frika si frikë është shoqëruesi i vazhdueshëm i njeriu. Pra është i pashkputur nga njeriu i parë, pra Ademi a.s. e deri tek ne sot, pra është natyrshmëri që Allahu xhaleshanu e ka mbjell në veten e njeriu, e që problemi pastaj e qëndron kur kjo frikë i rritë doza aty ku nuk duhet, ndoshta edhe ka mango aty ku duhet të aktivizohet. Po shoqërinë tonë është një lloj ndoshta përveç këtyre llojeve që i përmendet të frikës, kemi edhe një lloj ose një problematik tjetër, frikën për të ardhmen. As ka ekzistuar kjo më herët në kohën e Muhamedit alayhis salam apo është vetëm e kohës tonë? Jo, prezenca e frikës tek njeriu dhe debalanci i saj brenda njeriu, pastaj mund të shkaktohet nga rrethana të ndryshme, nga kohë të ndryshme, nga rrethana të ndryshme, nga ushqimi që jepet frikës, domethënë nga të ushqyrit me informacione ose me lajme ose me mendësi të caktuar që njerëzit mendojnë dhe e organizojnë jetën e tyre. Shkaku kryesor i frikës së njeriu për të ardhmen është shkputja e njeriu nga besimi dhe lidhja e njeriu për materialen. Kjo është për shkaqeve kryesore që shkakton frikën për të ardhmen. Sepse në momentin që njeriu shkputet nga besimi, shkputet nga krijuesi i vet, shkputet nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe me të gjitha ato adhurime dhe ibadete dhe premtime të cilat Zoti i ka garantuar për robët e tij. Dhe i lën anësh të gjitha këto duke u lidhur fuqishëm e duke u mbështetur pa asnjë kriter dhe pa asnjë kufizim në çështjet materiale, padyshim se materiala do të shkakton të gjitha këto frika. E çka jetë e mirë, se Allahu subhanahu wa taala na ka përshkruar në Kur'an se çka është jeta e mirë. Jeta e cila jetohet për Zotin, jeta e cila jetohet duke ditë qëllimin e krijimit, jeta e cila jetohet me mundësinë e kontributit për shoqëni, duke filluar nga ata që njeriu ka përgjegjësinë më të madhe për ta, për prindërit, për familjen, për të afërmit, për rrethin, për shoqërinë e kështu me radhë. Ikja nga këto përgjegjësi, duke pas për synim vetëm veten e vet njeriu, si mund thuhet jetë e mirë? Sepse njeriu tek e fundit ka përgjegjësi. Yunusin alayhis salam, cilin Allahu xhaleshanu e ka dërguar pejgamber tek populli i vet, mas refuzimit dhe kundërshtimit të madh që ja kanë bërë atij, ai është tërheq. Është tërheq nga populli i tij. Dhe tek e fundit ai ka pas drejt. Sepse është refuzuar, sepse s'është pranuar, është kundërshtuar, është fyer, të gjitha i ka posedu. Domethënë të gjitha i ka psu. Ama në momentin që ka hyrë në anije, ka qortimi nga Allahu xhaleshanu. Ti nuk i drejt me lënë vënën tan. Po ata nuk po mbresin mirë, ajo është sfidë. Po ata nuk po vlerësojnë, ajo është sfidë. Po ata nuk janë të gatshëm me më shoqënua dhe mua në sakrificë, ajo është sfidë. Po sfida jona, të qëndrojmë në këtë vend, ta duam këtë vend. Familja e besimtarit është një vatër ku rritet besimi, përçohet dashuria dhe respektohen vlerat që e lidhin zemrën me Zotin dhe me të tjerët. Kjo ishte tema që sollëmsonte përmes emisionit me librin nga Hoxh Burhan Fili. E në anën tjetër, të hysh në islam tërësisht do të thotë të pranosh me bindje dhe sinqeritet çdo aspekt të fesë, si mënyrë jetese dhe jo vetëm si ritual. Për këtë çështje foli sonte Hoxh Bledar Haxhiu në emisionin Shoqëria në fokusin e Kuranit. Në islam, femna nuk është marrë kur, për shembull përpara në Evropën që sot quhet Evropa, që ne kemi
syt nga Evropa të pami. Ne në Evropë jemi fizikisht, po shkojmë nga Evropa. Ka qenë ajo ordilli, thonin ata, kur kisha e kishte në dorë çdo gjë. Dhe hedhin në lumë në Sienës në lumë të Evropës, Rajnë dhe lumë e njofën, një femër që quhej ka ba gjënahe mkate dhe hedhin ujë. Nëse e shpeton, nuk ka gjënahe, s'ka mkate. Nëse mytë të imagino të hedhish një femër ti, e veshën, kupton atë kohë kanë qenë gjitha të veshën, po thuj se të bëllume të mamë si duhet. Të hedhish në lumë në bunë ose dikun, ajo dhe me not me ditë mira, ajo zdi a doja dalin. Nërsa Islami e ka ngrit femrën pedestalet më të larta. Që në fillim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi risaleti, kur erdhi mesazhi, i Allah xhaleshanu ku stërhuaj. U stërhu të bashkëshortja ati Hatixha. Kur në Islam janë detyrat e caktuara, gruaja tash dhe njëherë është ajo e cila ka rolin që shtatë i parë, rolin e brendshëm. Mbajtjen e shtëpisë, fëmijëve, tamam si duhet. Burri ka për detyrë që ta mbrojë familjen, që është mbrojtësi i zotit shtëpisë, të punojë me gjitha mundësitë që ka, fizike, mendore, që të krijojë të ardhna të mjaftueshme, mundësisht që t'i dalin përballë nevojave që ka. Mirë, po këtu kur përzihen rolet, në çdo gjë kur përzihen rolet, kur ngatrohen të shumë temi rolet, aty nuk ka harmoni. Hazreti Aisha, radhiyallahu anha, bashkëshorte e pejgamberit, vajza e Abu Bekr Siddik, ka qenë alime, ka qenë dietare e madhe, dhe sahabët kanë marrë edhe menimet e saj, shpjegimet ndryshme kur ka qenë nevoja për kanë qenë muslimanë që kanë marrë pjesë në luftë, në betejë. Nuk është, jo se bëjnë sikur gruaja ka vjen gjithmonë qoshe, ka gjithmonë në skelën e rrsinës. Pra gruaja është mbretëresha e familjes, mbretëresha e jetës familjare, e cila nderohet dhe respektohet dhe ka një rol të pazvendësueshëm. Është mësuesja e parë më tani dashur. Është mësuesja, profesoresha e parë në familje. O ju që keni besuar, o ju që keni besuar Allahun dhe respektoni dhe dëgjoni profetin Muhammed, hyni në Islamin tërësisht, pra kryeni të gjitha dispozitat e Islamit, pa veçuar njërën nga një tjetër, pa i lënë më janë disa dispozita, apo pa i harruar ato. Kryeni Islamin ashtu, si që ka urdhëruar Allah. Përmbajuni ati dhe mos ndiqni dhe mos pasoni hapat e shejtanit, i cili gjithmonë është në prit, i cili gjithmonë kërkon që njeriu të jetë sa më i devijuar në mënyrë që të përmbushet ajo premtimi që ai ka dhënë Zoti se do të devijojë sa më shumë, e në mënyrë që të ketë sa më tepër miq dhe shok për të ndarë së bashku me ta dënimin e Allahut. Kjo thirrje fisnike që Allahu subhanahu wa taala na bën ne si besimtar në këtë ajet kuranor, padyshim që i drejtohet besimtarve, i drejtohet shpirtrave të tyre, sepse njeriu besimtari, çdo kush, njeriu në natyrën e tij ka nevojë për këshill, ka nevojë për përkujtim, ka nevojë shpirtrat që të rifreskohen me fjalën dhe mesazhin e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një thirrje fisnike, një thirrje që vjen nga Zoti madhështor, i cili është i mëshirshëm, i cili është i mëshirshëm dhe bujar me robërit e tij. Ai është bujar me krijesat, i don ato, i mëshiron ata. U ka hapur atyre derën e mirësisë, derën e faljes, derën e kthimit, derën e pendimit. Ndaj dhe Allahu xhaleshanuhu në këtë ajet kuranor u tregon dhe u bën thirrje atyre se nëse duan shpëtimin në këtë dynja dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë kënaqësinë e Allahut të madhëruar, si në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë dashurinë e Allahut të madhëruar në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse duan të arrijnë kënaqësinë, shpërblimin dhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ata duhet
patjetër që të realizojnë ato që Allahu i madhëruar u ka kërkuar. Njeriu në këtë dynja është sikur ecën në një rrugë ku majtas dhe djathtas ti ka mure, e në këto mure ka dyjer. Kjo rrugë është rruga e Islamit, rruga e Kur'anit, rruga e drejtë. Dhe këto dyjer janë ndalesat, ato rrugëzat e shkurtra, që shpesh herë përpiqet njeriu të depërtojnë në to duke menduar se do të arrijë lumturinë, pasurinë dhe ato gjëra për të cilat e fton egoja, tahmaja dhe dëshira e tij për të arritur kënaqësitë për një kohë të shkurtër. Pra këto janë rrugët dhe janë dyert e së keqes. Në fillim të rrugës është një thirrës i cili thret, është pikërisht Kur'ani me mesazhet e tij. Të dashur miq, kështu kemi arritur në fund të takimit të sotëm, ku kemi sjellë përmbledhjen nga emisionet dhe tematikat të ndryshme që kemi realizuar gjatë kësaj jave në kanalin ton. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje. No, no, no.